ku të vej, ku vetëm me para mund të zgjidhësh ndonjë gjë nëse zgjidhet dhe ajo. Pra jemi në një situatë që të gjitha çfarë ka thënë Rama, të gjitha jo vetëm që nuk janë realizuar, por përkundrazi Shqipëria vendi ynë ka bërë hapa mbrapa. Pra këtë bes dha në 2013 dhe një pa bes asnjë gjë nuk mbajti. Mblidhet pra pa pikën e turpit dhe bën një dokument dhe e quan besta, madje mban sekret dhe atë dokument me stadi se akoma s'ua ka shpërndar as të vetëve se çfarë thot në atë dokument, por se sa i besës është Rama, këtë e tregojnë qytetarët shqiptar që janë në mënyrë të përditshme në shesh dhe tashmë i ka ikur e drejta të anatemoj dhe të godas të thotë që janë demokrat në shesh, vetëm demokrat dhe kërkojnë patjetër. Absolutisht, ditën e sotme, si shtatë edhe ju, në 13 vite e ka larguar 1 milion shqiptar, madje edhe ata të cilët janë këtu dhe protestojnë i cilëson si të ndikuar nga agjenturat e huaja. Po patjetër, do gjej armikun e jashtëm dhe armikun e brendshëm, një lloj si paraardhësit e tij që çdo gjë ja atribonin agjenturave të huaja dhe qendresa heroike e tyre shkëm graniti mbi brigjet e Adriatikut në atë kohë po vazhdon akoma me Ramën kryeministër. Pra, Bled, Shqipëria sot është në situatat që nuk ka qenë asnjëherë në këto 35 vjet, është e paimagjinueshme situatat që kalon vendi ynë dhe qytetarët shqiptar. Për herë të parë kemi në shesh qytetarë shqiptar të paangazhuar, që ndoshta edhe s'kan votuar ndonjëherë, ose në shumicë të tyre kanë votuar edhe Partinë Socialiste. Pa përjashtim, demokratët janë me shumicë atje, se demokratët janë bërë tashmë, do t'i quaja heronj të protestimit, për arsye se në 13 vjet kanë qenë demokratët ata që kanë mbajtur gjallë frymën e lirisë, kanë mbajtur gjallë pluralizmin, demokracinë, kanë shpëtuar pluralizmin në Shqipëri dhe unë do t'i mshoj fort kësaj në këtë kuadër të 58 ditëve që protestohet dhe me të drejtë edhe ne themi që këta protestues janë heronj që rezistojnë në mënyrë të përditshme, por po mos ishin demokratët që kanë protestuar ditë pas dite, javë pas jave, protesta nga më të fuqishmet me numër të madh njerëzish, sot nuk do të kishte guxim dhe kurajo as qytetar të dilte në shesh të protestonte se do që mbytur liria, frika do kishte vajtur në palc dhe nuk do kishte kurajo dhe guxim të dilte njëri në rrugë protestonte. Fal qendresës demokratëve, sot kemi një sensibilizim dhe ndërgjegjësim të qytetarëve për të dalë në protest. Atë që thoshte Partia Demokratike, të gjithë ne sa herë dilim në protest, u bënim thirrje gjithë qytetarëve, pa përjashtim, socialistëve të zhgënjur, fermerëve, të paangazhuarve, atyre që kishin votuar asnjëherë të dalin në protest, të dilnin në protest çdo ditë dhe të votonin këtë donin pastaj, por poll që ne të garantonin zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra kjo ka qenë kërkesa kryesore e Partisë Demokratike dhe vazhdon të jetë. Nuk kërkojmë pushtet me dhunë, nuk kërkojmë pushtet në rrugë, kërkojmë pushtet nëpërmjet kutive të votimit, zgjedhje të lira të ndershme. Dhe e kërkojmë fort këtë. Qytetarët shqiptar tashmë kanë kuptuar, Partia Demokratike i mbështet fuqimisht si në parlament edhe aty në terren për të plotësuar kërkesat e protestuesve. Mos harrojmë Bled që kërkesat, 5 kërkesat e protestuesve janë motamot. 5 kërkesat e Partisë Demokratike që kanë qenë historikisht gjatë këtyre 13 viteve. Asgjë nuk ndryshon në ato kërkesa. Për këtë arsye ne jemi plotësisht dakord dhe i mbështesim fuqimisht kërkesat e protestuesve. Madje, mua më lejoni të them, e kam thënë dhe herë tjetër, qytetarët, protestues, të gjithë ne, duhet me patjetër përveç të gjitha këtyre kërkesave që janë, të kërkohet fuqimisht ndryshimi i kodit zgjedhor. Me një kod zgjedhor si ky që është, pavarësisht se Partia Demokratike e ka votuar, në kushtet e detyruara se s'kishte çfarë të bënte, por s'ka qenë as pak dakord, unë do të shtoja si një deputet i Partisë Demokratike që Partia Demokratike në asnjë mënyrë nuk duhet të dakordohet për të hyrë në një palë zgjedhje të parakohshme ose edhe të radhës me një kod zgjedhor të tillë të miratuar nga kjo mazhorancë që i shërben vetëm kësaj mazhorante. Qytetarëve shqiptar duhet u jepet e drejta e votës të votojnë individin, të jetë një listë e hapur, një listë proporcionale kombëtare e hapur, ku çdo qytetar të votojë
kandidatin e vetë për deputet, dhe më vjen mirë, më lejoni ta përmend, që kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, e ka pranuar një zgjidhje të tillë, një propozim të tillë për një kod zgjedhor me lista të hapura proporcional kombëtar. E qartë. Zoti Baçën, falenderoj që ishte me mua në këtë bisedë. Kënaqësi për mua.